Ka thonë pejgamberi alayhi sallam, "Men istahya min Allah haqqa al-haya", kush nga Allah turpnohet që duhet, falyahfaz ar-ra'sa wa ma hawa. Letërun wa ma wa'a, letëruan kokën dhe çka ka në kokë. Çka ka në kokë? As për mendimet, marrë për Allahut njëri me menu, për shembull keq për Allahun. Është turp për Allahut me pasi për shembull mendime ose bindje ose kuptime që s'kan bazë. Bestutni, marrë për Allahut, çka kin krykshtë të me shaf me po Allahut xhallahu. Në kokë janë edhe sytë, është marrë që njëri me lëshu sytë ku nuk duhet. Dhe ai që ka turp për Allahut që duhet, erun kokën dhe çka ka në kokë. Në kokë janë mendimet, janë bindjet, janë kuptimet. Në kokë është syni, në kokë është veshi, në kokë është gjuha. Erun gjuhë, këtë është kjo pjesë e turpit. Pas e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Falyahfaz al-batna wa ma hawa", letëruan barkun dhe çfarë ka në te. E çka ka te barku? Domthonë mas pari, halal. Muslimanët janë marrë me hungur haram, për Allah, turpi se me hungur haram, me fitu haram, çka si takon, pa djerës. Shka turpi që e regulon edhe mendimet, edhe kuptimet, edhe qëndrimet, po edhe ushqimin, edhe fitimin, gjithë shka i regulon turpi.